Në një vjetorin e qeverisë aktuale, deputeti Frontit Evropian Blerim Bexheti ka kritikuar ashpër qeverinë. Ai në preskonferencë për media thasë edhe përkundër faktit që një vit më parë vendi kishte një kryeministër shqiptar, sot po përjeton një degradim të pozitës së shqiptarëve. Një vit më parë ishim me kryeministër shqiptar, me ministër të jashtëm, financash, drejtësisë dhe shumë ministra tjerë shqiptar. Kishim përfaqësim të barabartë dhe dinjitos në çdo institucion, thjesht në çdo institucion. U bëm antar të NATO-s me negociata të hapura për Unionin Evropian dhe me projekte historike zhvillimi si koridori 8 dhe 10. Kjo ishte realiteti dhe krenaria jonë. Por sot, vetëm pas një viti, po përballemi me një tentativë të hapur për revizionizëm politik dhe asimilim politik të shqiptarëve. Ende pa mbyllur kutitë e votimit, Mickovski dhe VMRO DPMN vendosën se kush do të përfaqësojë shqiptarët. Jo vota e shqiptarëve, por vullneti i tij. Ata premtojnë ta kthejnë shtetin e marrë nga shqiptarët dhe po e bëjnë me përpikmëri dhe me shumë sukses, duke hasur një përkraje të heshtur nga vleni pa legjitimitet. Diaspora shqiptare është përjashtuar nga jeta politike dhe vendimmarrja. Zëri i saj është heshtur me qëllim. Gjuha shqipe po degradohet brutalisht. Ligjet dërgohen vetëm në maqedonisht. Tabelat rrugore ndrohen pa shqipen në to. Dhe mbi 78 institucione refuzojnë të zbatojnë ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Po tentojnë të shfuqizojnë edhe statusin e inspektoratit të gjuhës, ku punonësit janë prej sa muajsh pa paga. Qëllimi është i qartë, të na detyrojnë të heshtim. Nga VMRO janë iniciuar 18 nisma për të shfuqizuar çdo ligj që mbron barazin tonë. Balansuesi u hoq, punësimet favorizojnë etninë maqedonase, duke u justifikuar me një meritokraci false që nënvlerëson shqiptarët dhe etnitetet tjera. Avansimet jepen vetëm për militantët e VMRO-s dhe aleatët e tyre Maqedonas. Ligji për përfaqësimin e drejtë është i bllokuar ose më saktë përmes një procesi 10 mujor të mbuluar me fshehtësi të lartë. Nesër pritet të miratohet një propozim ligj që nuk është ligj për përfaqësim, por ligj për poshtrimin dhe degradon totalisht shtillën kryesore të marrëveshjes së Ohrit, përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Në vendimmarrje, shqiptarët injorohen totalisht. Nuk ftohen në vizitat shtetërore dhe në takimet ndërqeveritare. Zëvendësohen nga Maqedonas. Për vendimet më të rëndësishme, shqiptarët mësojnë vetëm nga mediat. Ky është partneriteti i vlenit në këtë qeveri. Një nga sukseset e para të kësaj qeverie ishte shfuqizimi i pozicioneve të drejtorëve ekonomik në klinikat universitare. Jo për shkak të nevojës, por vetëm sepse ishin shqiptarë. Diaspora jonë po fshihet nga jeta politike pasi shteti ka vendosur të llogarisë vetëm popullsinë rezidente. Duke anashkaluar me qëllim 10 mijëra shqiptar, kjo është një shkelje flagrante e ligjit dhe një padrejtësi e re që është e papranueshme. Kjo nuk është një bashkëjetesë, kjo është një projekt për t'i bërë shqiptarët padukshëm, për t'i detyruar të pranojnë nënshtrimin. Por historia na mësoi një të vërtet madhe. Ne nuk dorëzohemi, ne nuk heshtim, ne nuk pranojmë kur të jemi qytetar të dorës së dytë. Prandaj, sot bëjmë thirrje të fuqishme. Kjo qeveri duhet mbaj përgjegjësi për përpjekjet e saj të papranueshme për të fshirë shqiptarët nga vendimmarrja. E drejta dhe barazia nuk janë opsione, ato janë të paprekshme. Shqiptarët do të vazhdojnë të kërkojnë zë, respekt dhe përfaqësim të plotë në këtë shtet.